Me një atmosferë me fishek zjarre dhe shumë mjete tjera piroteknike, qytetarët e Gostivarit në qendër të qytetit kanë përcjell vitin 2014 për t'i lënë vendin vitit të ri 2015. Sheshi ishte i të imbushur edhe pse temperaturat e ulta, por normale për dhjetorin nuk penguan familjar, të rinë e të reja, të mblidheshin në shesh për të ruar të gjithë së bashku vitin e ri 2015. Disi më qeta ishin rrugët e qera të qytetit, ndërsa forcat të shumta policie ishin në gatishmëri për disiplinuar trafikun tradicional të minutave të para pas mesnate, por edhe për kundër policisë prezente dhe paralajmërimeve të shumta që mos përdoren mjetet piroteknike, qendra e qytetit gjëmonte nga të krisurat. Në shpërthimet e fishek zjarreve, Gostivari ka përcjellur vitin e vjetër dhe po pret vitin e ri. Këtu në qendrën e qytetit janë mbledhur me qindra qytetarë, të cilët po e festojnë ardhjen e vitit të ri. Për dallim nga qendra ku qytetarët kanë frekuentuar me numër më të madh, lokalet sonte duke të boshatisura, ndoshta arsye kriza ekonomike. Dhe ashtu si çdo vit, pas darkës së vitit të ri dhe festimeve me familjet e tyre, të rinjt u drejtuan lokaleve të natës të qytetit, por ndryshe nga vitet e tjera, lokalet disi ishin më të boshatisura.
Atmosfera festive ka vijuar në qytet deri në orët e para të mëngjesit të 1 janarit. Ndërrimi motmotëve në Gostivar ka kaluar pa mos u shënuar asnjë aksident dhe pa prishje të rëndit dhe qetësisë publike. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Pollogut, Marian Josifovski.